Habit mjeku, nëse vuani nga diabeti, ja ushqime që duhet të hani për të ulur sheqerin në gjak. Regjimi ushqimor do të luajë një rol thelbësor në mbajtjen në kontroll edhe të luhatjes të sheqerit në gjak, duke ndihmuar kështu të keni një organizëm më të shëndetshëm dhe më të fortë, për t'i bërë balë këtyre problemeve që i kanosen vazhdimisht edhe shëndetit tuaj. Diabeti është një sëmundje e cila mund të mbahet nën kontroll, sidomos duke kombinuar produktet e duhura ushqyese, duke ndihmuar kështu edhe organizmin tuaj të qëndrojë më i shëndetshëm pa nevojën për teprimin e ushqimeve jo të mira. Nëse njeriu arrin të kuptojë dhe të mësojë për ndikimin e ushqimeve të caktuara në nivelin e insulinës dhe nivelin e sheqerit në gjak, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ai do t'jetë në gjendje që të zgjedhë me mençuri edhe ushqyesit e duhur që mund t'i përshtaten në nevojën e tij. Studimet të cilave u referohemi sipas Healthline thonë se diabetikët mund të zbatojnë regjime të shëndetshme ushqimore, pa qenë në nevoja të heqin dorë nga ushqime të ndryshme, por duke kombinuar dietën e duhur dhe mënyrën e duhur të konsumit, do ta keni më të lehtë t'i bëni ballë këtyre ndryshimeve dhe të mbani larg komplikacionet që mund të shkaktojë sheqeri i lartë në gjak. Çelësi i suksesit është të mos teprohet edhe me ushqimet që mbajnë sheqerin në nivele jo të shëndetshme. Sipas ekspertëve, perimet ndahen në dy kategori, me dhe pa nisë shte. Perimet e pasura me nisë shte janë të pasura me karbohidrate të cilat rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Shoqata Amerikane e Diabetit, të cilët si referohemi, rekomandon ngrënien e 3 deri në 5 racione me perime pa nisë shte në ditë. Një racion konsiderohet gjysmë filxhani çaj me copa të perimeve të gatuara ose një filxhan me copa perimesh të freskëta. Kështu do të keni një stabilitet më të mirë të mbrojtjes imunitetit. Disa prej perimeve më të mira pa nisë shte që mund të përfshihen në dietën tuaj të rregullt mund të jenë karrotat, misri i vogël, kastraveci, kungulli, lakra dhe barishtet si rukolat, spinaqi dhe sallata jeshile, të cilat mund të luajnë një rol pozitiv në mbajtjen në kontroll të këtyre luhatjeve dhe mbi të gjitha edhe në rezistencën që trupi juaj mund të krijojë kundër luhatjeve të tilla. Drithrat e përpunuara ofrojnë vetëm pjesën e pasur të nisë shtesë dhe më pak ushqyes. Kur blini bukë, biskota, kokoshka, makarona tërshër, miell misri e të tjera, sigurohuni që ato të jenë të përgatitura 100% nga drithi i plotë. Acidet yndyrore omega-3 janë një prej shembujve më të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e kolesterolit, ruajnë shëndetin e zemrës dhe mirëmbajnë nivelin e sheqerit në gjak. Ushqime të tilla do të luajnë një rol pozitiv në reduktimin e këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e rezistencës së përfitimeve të trupit. Prandaj sigurohuni që të konsumoni produktet e duhura ushqyese në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Acidet yndyrore omega-3 janë gjithashtu një prej shembujve më të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Ato do të ndihmojnë dukshëm në uljen e niveleve të kolesterolit, në ruajtjen e niveleve të shëndetit të sheqerit në gjak, gjithashtu edhe në balancimin e organizmit tuaj në mënyrë të rregullt. Ushqimet e pasura me këto yndyrna janë avokado, vaj i ullirit, arrorët gjithashtu edhe farat. Ndaj sigurohuni që të konsumoni produktet e duhura ushqyese. Peshqit me yndyrë të lartë siç është salmoni përmbajnë shumë proteinë dhe gjithashtu edhe acide yndyrore omega-3. Peshqit të tillë duhet të konsumohen të paktën një herë në javë. Ato rekomandohen të gatuhen në zgar dhe jo të skuqen. Kakao gjithashtu përmban flavonoide shumë të rëndësishme, që ndihmojnë dukshëm në rregullimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Një studim i vitit 2017 zbuloi se kakao mund të ngadalësojë avancimin e diabetit të tipit 2 dhe të pakësojë rezistencën ndaj insulinës, por nuk bëhet fjala për kakaon që përdorni vazhdimisht për pijet e mëngjesit. Ju mund të hani çokoladën e zezë e cila përmban më shumë kakao se sa edhe çokolada me qumësht. Megjithatë, si fillim duhet të mos e teproni me çokoladën.
Diabetikët duhet të konsumojnë 1 ose 2 racione me copa të vogla, sidomos çokoladë të zezë në ditë. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar gjendjen tuaj imunitare dhe për të mos shkaktuar luhatje të forta të sheqerit në gjak. Gjithashtu shkencëtarët paralajmërojnë se regjimet ushqimore të pasura me proteinë bimore mund të ulin në riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2. Ushqimet e pasura të tilla siç janë ato me proteinë si salmoni, peshku ton, skumbria, mishi i pulës, mishi i gjelit të detit, thjerrzat, fasulet, arrorët dhe farat. Pijet me sheqer, ushqimet e përpunuara, orizi i bardhë, makaronat, buka me miell të bardhë, drithrat e pasur me shumë sheqer, patatet e skuqura gjithashtu dhe frutat e thata mund të jenë një ndikim për sheqerin në gjak. Këto janë disa prej ushqimeve kryesore që një diabetik duhet të shmangë në të mirë të shëndetit të tyre, për të evituar kështu edhe komplikacionet që ato mund të krijojnë në shëndetin tuaj. Nëse doni të mbani larg problemet e sheqerit në gjak, përmirësoni dietën tuaj, konsultohuni me një ekspert për të përzgjedhur ushqimet e duhura dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet që sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë për një afat të madh kohor. Diabeti është një nga sëmundjet kronike, ku niveli i lartë i sheqerit në gjak rritet vazhdimisht, dhe nëse nuk mbahen nën kontroll me procedurën e rregullt dhe me medikamentet e duhura, ai mund të dalë edhe në probleme të mëdha të shëndetit tuaj. Përveç terapisë me ilaçe, një dietë diabetike rekomandohet edhe nga mjekët dhe nutricionistët. Me konsultën e duhur mund të përzgjidhni dietën e duhur ushqyese, e cila është e përshtatshme vetëm për ju, e cila ju ndihmon në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak, pa qenë në nevoja të përdorni medikamente që mund të lënë edhe efekte anësore në shëndetin tuaj. Por çfarë përmban kjo dietë? Cilat janë ushqimet më të mira sipas Healthline për të përfshirë në dietën tuaj? Gjithashtu në kombinim edhe me recetën e duhur, me ushqimet e duhura dhe me aktivitetin e duhur, ju mund ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen tuaj dhe të mbani larg komplikacionet e sheqerit në gjak. Sipas Healthline, në këtë video do të rëndësim ushqimet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja për të ndihmuar në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Në krye të listës qëndrojnë arrat. Në përgjithësi, arrat janë një ushqim shumë i mirë dhe një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e diabetikëve. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyrna do të njihen edhe për përmirësimin dhe mbajtjen nën kontroll të niveleve të sheqerit në gjak. Çaji. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë të pinë çaj me baza natyrore ditore, të tilla si çaji i jeshil ose çaji i zi. Për sa kohë ato janë rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar, mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu edhe patatet e ëmbla mund të kthehen në një ushqim ideal për personat që kanë luhatje të sheqerit. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një mundësi, sidomos për të zvogëluar këto luhatje siç janë patatet e ëmbla. Ato zvogëlojnë rezistencën e insulinës, ulin kolesterolin dhe parandalojnë rritjen e sheqerit në trup. Gjatë gjithë kohës hani patate të ëmbla të përgatitura në furrë si një mundësi e shkëlqyer kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga sheqeri i lartë është edhe përdorimi i vajit të ullirit. Vaji i ullirit është një prej burimeve më të mira në luftën kundër diabetit. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor që kontribon në jetëgjatësi dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe tërshërën. Tërshëra ndihmon trupin të ngadalësojë shndrimin e karbohidrateve në sheqer. Ajo është e ngarkuar gjithashtu edhe me fibra. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni kanellën. Mund të cilësohet si një opsion vërtet i mirë lehtësues kundër sheqerit të lartë në gjak. Ndaj mos nguroni të rregulloni dietën tuaj me produkte të më të mira për të lehtësuar komplikacionet dhe për të rritur përfitimet kundër këtyre luhatjeve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.